Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja ku po takohemi tani duke ju treguar për historinë e Ismailit a.s. Profeti Ismail, djali i durimit dhe sakrificës, një dëshirë dhe një lutje e pranuar. Shumë vite më parë, në një tokë të largët, jetonte një burr i mençur dhe i drejtë, profeti Ibrahim a.s. Ai e adhuronte vetëm Zotin e vërtet dhe u përpoq që njerëzit të linin adhurimin e idhujve. Ibrahimi a.s. dhe gruaja e tij Haxhira ishin të devotshëm dhe të durueshëm, por kishin një brengat të madhe, ata nuk kishin fëmijë. Megjithatë, Ibrahimi nuk e humbi besimin dhe u lut Zotit me përullësi. O Zoti im, më dhuro një fëmijë të mirë dhe të drejtë. Zoti e dëgjoi lutjen e tij dhe e bekoi me një djalë të veçantë dhe të sjellshëm, të quajtur Ismail a.s. Ibrahimi dhe Haxhira u gëzuan shumë. Ismaili ishte një fëmijë i urtë, i butë dhe i bekuar. Ai rritej me mençuri dhe gjithmonë e falenderonte Zotin për çdo gjë. Një ditë Zoti e urdhëroi Ibrahimin që ta çonte Haxherën dhe Ismailin në një vend të largët dhe të shkretë, larg qyteteve dhe njerëzve. Ata udhëtuan për ditë të tëra, derisa arritën në një vend të nxehtë dhe të thotë që më vonë do të njihet si Meka. Kur arritën atje, Ibrahimi a.s. i la Haxherën dhe Ismailin në atë tokë të thotë dhe u përgatit të largohej. Haxhira shikoi me habi dhe e pyeti: "O Ibrahim, pse po na lë këtu në këtë vend pa ujë dhe pa njerëz?" Por Ibrahimi nuk tha asgjë. Ai e dinte se ky ishte një urdhër nga Zoti dhe ai duhet të kishte besim. Haxhira kuptoi dhe tha: "Nëse Zoti të ka urdhëruar këtë, atëherë ai nuk do të na harroj." Pasi Ibrahimi a.s. u largua, uji dhe ushqimi i tyre mbaroi. Ismaili filloi të qante nga jetja dhe Haxhira u shqetësua shumë. Ai u vrapoi mes dy kodrave, Safa dhe Merva, 7 herë duke kërkuar ujë ose ndihmë, por nuk kishte askënd. Pa pritur ndodhi një mrekulli. Zoti e dërgoi Xhibrilin a.s. i cili goditi tokën me harkun e tij dhe u shpërtheu një bërim uji të freskët dhe të pastër. Ky bërim u quajt Zemzem. Dhe ai vazhdon të rrjedh edhe sot në qytetin e Mekës. Haxhira u gëzua shumë dhe i dha ujë Ismailit. Me kalimin e kohës njerëzit filluan të vendoseshin pranë burimit dhe kështu filloi të ndërtohej qyteti i Mekës. Vitet kaluan dhe Ismaili u rrit si një djalosh i fortë dhe i devotshëm. Ai ishte gjithmonë i gatshëm të ndihmonte baban e tij, profetin Ibrahim a.s. Një natë Ibrahimi pa në ëndër Zoti e urdhëroi që të sakrifikonte djalin e tij të dashur Ismailin. Kjo ishte një sprovë shumë e madhe. Si mund të sakrifikonte ai djalin e tij të vetëm që e kishte pritur për vite me radhë? Por Ibrahimi a.s. e dinte se urdhri i Zotit është i drejtë. Edhe nëse ishte shumë i vështirë, ai tregoi ëndrrën Ismailit dhe e pyeti: "O biri im, çfarë mendon për këtë?" Pa hezitim Ismaili u përgjigj me bindje dhe guxim: "O babai im, bëj atë që të ka urdhëruar Zoti, do të më gjesh ndër të dërguarit." Sa besimtar i fortë ishte Ismaili. Ai ishte gati të sakrifikonte jetën e tij për të zbatuar urdhrin e Zotit. Kur Ibrahimi a.s. vendosi të krynte sakrificën, ai mori një thikë dhe vendosi mbi qafën e Ismailit. Por sapo ai u përpoq të priste, ndodhi një mrekulli. Zoti e ndaloi dhe e dërgoi një dash nga qielli për të sakrifikuar në vend të Ismailit. Ky ishte një shpërblim dhe përbindje dhe durimin e tyre. Zoti i tha Ibrahimit: "O Ibrahim, ti e kalove sprovën time, nuk ishe frikë dhe ishe gati të zbatoje urdhrin tim. Prandaj, në vend të Ismailit sakrifiko këtë dash." Dhe kështu në vend të Ismailit u therr një dash i madh dhe që nga ajo ditë muslimanët e kujtojnë këtë ngjarje çdo vit në festën e Kurban Bayramit. Më vonë, Zoti e urdhëroi Ibrahimin dhe Ismailin të ndërtojnë Qaben, shtëpinë e parë të adhurimit për Zotin. Ata ndërtuan një kup të madh prej guri dhe Ibrahimi tha: "O Zoti im, pranoje këtë vepër nga ne dhe bekoje këtë vend." Qabja u bë vend më i shenjtë për të gjithë besimtarët. Edhe sot miliona njerëz shkojnë atje për të lutur.
Këto janë mësimet nga historia e profetit Ismail a.s. Çfarë mësojmë nga historia e tij? Durimi dhe besimi në Zot. Edhe kur është vështirë, ne duhet t'i besojmë atij. Bindja ndaj urdhrave të Zotit. Si Ibrahimi dhe Ismaili, duhet të jemi të gatshëm të ndjekim rrugën e drejtë. Sakrifica dhe shpërblimi. Kush jep diçka për Zotin, do të shpërblehet me diçka më të madhe. Mëshira e Zotit. Ai nuk na provon më shumë se sa mund të përballojmë. Qabja është një vend i shenjtë dhe ka qenë i ndërtuar nga profeti Ibrahim dhe Ismail. Profeti Ismail a.s. ishte një njeri i madh i cili tregoi durim, bindje dhe besim, të palëkundur në Zotin. Ai na mëson të kemi guzim dhe të jemi mirënjohës për çdo gjë që kemi. Duhet të besoj të Allahu do ta limoj do dërdisi. Nga historia e Ismailit a.s. unë mësova nuk duhet të dorëzohemi përballë vështirësisë të jetës, sepse Allahu gjithmonë sjell rrugëzgjedhje për ata që besojnë dhe kanë durim. Nga Ismaili a.s. unë mësova se duhet të respektojmë prindërit dhe t'u dim vlerën, sepse ata janë bekimi më i madh që Allahu na ka dhënë. Allahu ka thënë se nëse ndonjëri prej tyre e arrin pleqërinë, mos i thuaj atyre kurrë as of.